zbuloni dhe shikoni si Berisha dhe Rama firmosin bashkë të njëjtat afera. Bëhet fjalë për një sipërfaqe mbi qindra mijëra metra katror në gjirin e Lalzit, ku një pjesë e mirë e politikanëve të vetëquajtur, të majt dhe të djathtë kanë vilat e tyre. Në 10 maj të 2013, siç shikojmë në dokumentin zyrtar në ekran, qeveria Berisha miraton lejen zhvillimore për ndërtimin e resortit turistik Omnix Albania në gjirin e Lalzit. U vendos miratimi i lejes zhvillimore, dokumenti mban firmën e kryetarit Sali Berisha, zëvendës kryetarit të ndjerit Sokolov Dashi dhe sekretares Kreuza Leka. 3 vjet më vonë, në 13 korrik të 2016, me vendim 585, qeveria Rama i bën një tjetër dhuratë duke hequr nga fondi pyjor këtë sipërfaqe prej 28 hektarësh që të përdoret për ndërtimin e këtij kompleksi turistik. U vendos sipërfaqja të hiqet nga fondi pyjor dhe këtu kemi në funksion të lidhjes së marrëveshjes me shoqërinë Omnix Albania SHPK dhe këtu kemi emrin e zëvendës kryeministrit Niko Peleshi. 2 javë më vonë, në 28 korrik po të 2016, në mbledhjen e Këshillit Ministrave, Këshilli Kombëtar i Territorit, miratimin e lejes së ndërtimit për objektin me vendodhje në gjirin e Lalzit, u vendos miratimi me subjekt zhvillues Omnix Albania dhe gjithashtu kemi firmën e kryetarit Edi Rama dhe zëvendës kryetari KKT-s Eglantina Gjermani. Në 18 korrik të 2022 me vendim numër 22 fraksion 9, në mbledhjen e Komitetit të Investimeve Strategjike, qeveria Edi Ramës bën një tjetër dhuratë duke i shpallur investitor strategjik me procedurë të veçantë projekt investimit në gjirin e Lalzit, subjekt Omnix Albania. U vendos miratimi i statusit, dhënia së drejtës së përdorimit dhe shfrytëzimit të sipërfaqes prej 90.030 metra katror të fondit pyjor kullosor me pronësi Republika e Shqipërisë dhe miratohet të hiqet nga sipërfaqja pyjore kullosore një sipërfaqe prej 60.000 metra katror. Dhe këtu ngarkohet Ministria e Turizmit të ndjek procedurat përkatëse për finalizimin e kalimit të tokës dhe regjistrimin në përgjegjësi të kompanisë Omnix Albania. Kemi kryeministrin Edi Rama, zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, Delina Ibrahimaj, Belinda Balluku, Mirela Kumbaro, Frida Krifca, Odise Moçka dhe sekretari teknik i Komitetit Investimeve Strategjike Sokol Nano. Dhe siç e shikoni, në kohë të ndryshme, qeveri të ndryshme kanë dhënë leje për të njëjtën kompani. Tani le të mësojmë të kuptojmë se kush është Omnix Albania. Omnix Albania është një kompani aksionere dhe zotërohet nga 4 kompani të tjera: Blest Investment në pronësi të zotit Besnik Leskaj, Matrix Konstruksion në pronësi të zotit Arjan Leskaj, Kompania Klar e zotit Shkëlqin Beshiri dhe RDA Petrol e zotit Fatjon Veizaj. Besnik Leskaj dhe Arjan Leskaj janë që të 2 vëllezër dhe janë djemt e ish ministres së çështjeve dhe punëve sociale zonja Valentina Leskaj. Gjithashtu zoti Arjan Leskaj është një mik i afërt i kryeministrit Edi Rama, ndërsa Shkëlqim Beshiri në media të ndryshme aludohet se është ortaku i Shkëlzen Berishës, por gjithashtu personi që investon pasuritë e tij në ndërtimet e shumta dhe në tenderat e shumta që ka përfituar në Shqipëri. Për sa i përket zotit Fatjon Veizaj, ai është ish deputet i Partisë Demokratike dhe ish drejtor i Armos në vitet 2013-2014.
Pamfleti gjithashtu përmend Shkëlqim Beshiri dhe Pazari i heshtur Rama Berisha, si kulla 64 e Klarit shfaq marrëveshjen e heshtur Rama Berisha. Siç e shikoni, teatri luhet në sytë e popullit, në parlament, ndërsa për sa i përket bizneseve, ndarjes dhe coptimit të Shqipërisë, të dy partitë firmosin po bashk dhe i ndajnë bizneset po bashk. Shteti Roma kishte një filozofi të veçantë që ishte përça dhe sundo. Dhe kështu arritën që nga një shtet i vogël të zgjeroheshin dhe të transformoheshin në një nga perandoritë më të mëdha të historisë. Politikanët tanë këtë e kanë kuptuar më së miri dhe ndjekin po të njëjtën filozofi dhe kështu kanë arritur të na sundojnë këto 35 vjet. Ne nuk jemi armiq të njëri tjetrit, përkundrazi, jemi shqiptar dhe vëllezër të një gjaku, me halle, me vuajtje dhe probleme të përbashkëta. Duke luftuar njëri tjetrin dhe duke sulmuar njëri tjetrin, ne dobësojmë veten tonë dhe forcojmë armiqtë tanë. Dhe armiqtë tanë janë e gjithë kjo klasë politike që ka 35 vjet që kafshon dhe copton Shqipërinë për interesat e saj, sikur të ishte plaçke tyre, duke na shkatërruar familjet dhe të ardhmen.